ulja e shikimit të mbron nga dëshpërimi. Tregohet një njeri e kështë këqyr një gru shumë. Dhe gruja kër e ka pa që e përgjy, ka thonë, që ka ki për Allah? Që e kështë sytë? A i thot, është shikimi jam, që ki me boti me shikimin tem? Kjo gruja pasaj e ka recitu një poezi dhe i ka thonë, kuptimi poezisë është arabishke poezi, po dojsh kuptimi ka thonë, o i shkret, mos këqyr në diçka, që asu në merë krejt, e asu në bënsover për asoj pak që e ki pa optën. Në gjithë nga zepje. Në asë krejt së në merë, pa asu në bënsover për që asoj pak që e ki pa, gjithë dëshprimje, kur rahat zbosh atëm. Pse po lakmo? Në mshelja dyrë dëshprimit, e lakmis duke ullë shikimin atëm. Rruga për me konë zemra gjithmonë e knaqër dhe e lumtur, larg dëshprimeve, larg lakmive, është ulja e shikimit. Wallahi çdo lakmi, çdo dëshprim që ka tek njerëz është cila është shkaktar. Shikimi.